Mirë mëngjesi Hoxh, kur të ndodh kiameti, kush do na fus në varr? Rujt Zoti Hoxh. Përshëndetje, Allahu na rujt gjithëve. Kiameti, kur të ndodh kiameti, nuk do të ketë mbi sipërfaqen e dheut besimtar, pra do të ndrojnë jetë para asaj kohe. Po ashtu nuk do të ndodh kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Kështu që ato njerëzit e këqij, pra të cilët nuk janë besimtar, ata nuk e kanë problem çështjen e varrimit. Ndërsa ne si muslimanët, besimtarët, do të ndërojnë jetë para se të ndodh kiameti. E lutim Zotin e gjithësisë që kur të ndrojmë jetë si musliman, të jetë i kënaqë Zoti i gjithësisë me ne dhe të na mundësoj xhenetin. Amin.